Unë gjithmonë e thesha me shaka për ata që se kanë kuptuar futbollin, thesha nëse e merr Redoni topin, ma nuk e sheh kërkush ku me topi. Je shumë i shpejt, a ka qenë gjithmonë Redoni kështu? Gjithë ka qenë i shpejt, ky edhe dy vllaznik ka pas më herët e na, edhe atë dy kanë pas, se zakonisht shpejtësia është me të lindën. Po. Ka detaje pak që shtohet shpejtësia. Po, me ushtrime, po shumë ushtrime të veçanta, po në futboll është pak vështirë mi ashtu shpejtësinë shkaku që ka më merr me pjesën tjetër. Edhe dy vllaznitë e tina janë kanë shumë shpejt. Edhe tash për me shpejtësia tina neve na ka bë, ndoshta në atë kuptimin mi bë pak presion kur e ka topin me depërtu pak më shpejt se ky rrin më shpejt te topi. Që po thotë edhe kamerën ka njëri ka lënë. Nuk më isha mendzon në asnjë video, çdo video Redoni më rriket te golla. Ky ndoshta i ka bë 2 gola, po ka bë asistime shumë, ka bë driblime shumë. Ju ka jep topa bashkëtarëve edhe për kundërshtarin, ata minutat e parë, ata 5 minutat e parë kanë po me kënd kanë bojnë, edhe. Tani u dëshke me bëni strategji, ata taktikisht më vendosin 2 lojtara 3, se dëshën që ky e ka shpejtësinë dhe ka me tentuar çat formën e vet. E çaj domon ju kanë ndihmuar edhe sulmit që ky më jep topa shumë.